anketa e AADF, a jeni gati të kontriboni për zhvillimin e Shqipërisë? Diaspora është një nismë që ka nisur prej vitit 2021 dhe synon të forsojë lidhjet mes Shqipërisë dhe profesionistëve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, duke mbledhur mendime dhe propozime konkrete për zhvillimin e vendit. Programi READ në bashkëpunim me Albanian American Development Foundation ka hapur një proces konsultimi përmes një pyetësori me qëllim që të kuptojmë më mirë mënyrat se si diaspora shqiptare mund të angazhohet në mënyrë më efektive në nisma zhvillimore, ekonomike dhe sociale në Shqipëri. Sipas organizatorëve, ky proces synon të identifikojë jo vetëm interesin e profesionistëve shqiptarë jashtë vendit për të kontribuar, por dhe format konkrete të bashkëpunimit. Përmes këtij pyetësori kërkohen të mbledhen perspektiva nga fusha të ndryshme profesionale, duke përfshirë eksperjenca, ide dhe rekomandime që mund të ndikojnë në hartimin e politikave dhe programeve gjithëpërfshirëse për diasporën. Organizatorët theksojnë se kontributi i diasporës mbetet një nga burimet më të rëndësishme të zhvillimit afatgjatë të Shqipërisë.